Mirita, a jeni kryetari Prizrenit? Po. Unë jam qenetrojnik, jam amerikane. Edita si jeni? Jemi jarë sot, kam një episod në Koha, në KTV. Po mirë shumë. Edhe jemi të bo sot që jemi të shku në hamam me aji udhec aty, Jusufi. I kom po në televizion. Ja. Urime për këtë qytet i bukur. Moti s'kam qenë këtu me vizitu. Faleminderit, gjithmonë jeni mirë sallën. Faleminderit. A do të më thot diçka për një përshëndetje për Kosovën? Po patjetër përshëndetje për Prizrenin edhe për Kosovën. Prizreni është qyteti i dytë për ka madhësia, mirë për ka vlera historike, për ka rëndësia, për ka bukuria është i pari. Edhe unë personalisht e vlerësoj shumë sidomos miqësinë e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa atje kam kryer edhe specializimin. Po ku? Në Universitetin e Washingtonit, Seattle. Really? Po. Do të jenë mësu me shiun në Seattle. Po, me shiun. Për ata dhe nuk më pengon shumë. Po dhe tash kam qenë në lutjet mëngjesit në Washington DC. Kështu që është një fat edhe Prizreni është antar i organizatës Sister Cities International. Kështu që do të zhvillojmë bashkëpunime me qytetet amerikane edhe ato evropiane. Edhe i ftoj sa më shumë amerikanë të vinë në Prizren, të vinë turistat të shohin këtë qytet. Po ashtu organizojmë edhe një festival të rock and rollit. Wow! Edhe si vjetë kemi një band nga Chicago, Led Zeppelin Tribute Band. Tribute Band. When is it kur bëhet? Në Korrik. Në Korrik. 4th of July. 4th of July, bash 4th of July, kemi me festu këtu në Patjetër. With Led Zeppelin Tribute Band from Chicago, very nice. Jeni të mirë se ardhen, you will be more than welcome. Thank you so much, faleminderit shumë. Faleminderit juve, kaloni mirë. Kaloni mirë. I have never been here in the winter, always in the summer. And of course, during the summer, when all the Girbejint are here, all the migrants, it's packed here with people and absolutely festive and gorgeous. We love it so much. But it also has a real beauty in the wintertime, in the rain, in Prizren. Some of these are our favorite places to be. It's an enchanting town. And now, as you hear from the mayor, there is a new relationship with America. New Sister City and a rock and roll concert in July with a band from Chicago. But here we are right in the center of this beautiful, historic Ottoman town that everybody in Kosovo loves because it really has that feeling of a very special place, a beautiful town with mosques and churches, Catholic churches, Orthodox, a real coming together of people, Albanians and all the other nationalities here in Kosovo are all present. It's a beautiful place. It's a real treasure of Kosovo. Welcome to Prizren, a very special part of a very special town in Kosovo. Prizren, as all the Kosovar know, is a town in the southwest of Kosovo, and it's very much known as a place that preserves history. It's a beautiful old Ottoman town. And we are going to be now in one of the streets that is being preserved by the Historical Monument institution here, and we're going to meet with one of the women who really understands what's going on here. So here we go, and we'll meet this woman who's in charge of this street here. Hi. Përshëndetje. Ka zoni ku sheni, ku punoni? Tjera. Unë jam Pujtesa Godeni Skenderi, punoj në Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren. Është institucion kuadër të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit tashtëm, dhe kështu kryesisht të më thënë mirëmi me proceset e restaurimit të ndërtesave, inventarizimin, dokumentimin,
zhvillimin e politikave për rehabilitim e kështu me radhë. Bukur, bukur. E tash keni këtë projekt, po nismi këtu, projekte rrugës Marin Barleti. Marin Barleti, që sa po kuptoj une, ka qenë një prift katolike prej Shkodrës, edhe ai ka shkru për Skanderbeg, edhe sa kam kuptu, ai është njëri që ka shpërnda historinë e Skanderbeg në Evropë. Për herë të parë, ai është njëri që është popularizu kush është Skanderbeg, kush janë shqiptar në Evropë, e për që ta është shumë e rëndësi për shqiptarët. A jemi në një pikë strategjike, domethënë të qendrës së qytetit, është rruga Marin Barleti, një lagje e cila mund të shihim këtu, ndërlidhet me shumë monumentet të cilat janë të afërta me njëna tjetrën, pra është Sinan Pasha, këtu me njërë mbrapa, është kisha ortodokse serbe, këtë më thonë këtu, janë këto shtëpijat të cilat tash kryesisht janë si bujtin, restoran, kafeteri, dhe më thonë që janë Që sa shëndru. vjet janë bujtine? Ndër sheku i ka qenë realisht në bujtin, dhe më thonë këta. Dhe më thonë, lagja e ka pas karakterin të ndryshim. Hotelat kanë pas bujtine. Kam pas edhe hotele, dhe më thonë, është edhe kemi hotelet më të hershme, shekulli 18-19, Han edhe hotel, po. Kryesisht, do më thonë, karakteri i lagjës në shekullin 18-19 ka qenë e komplekse, do më thonë, e ndryshushme. Ka pasur edhe shtëpit banimit, bujtin, administrat, edhe hotelirin, do më thonë. Ka qenë një rrugë kryesore? Kryesore ka qenë, po. Kryesisht edhe ka qenë, ndër të tjera ka qenë edhe ambasada ruse, do më thonë. Ruse, po, këtu. Do më thonë, këto është mbi sipër afër me kishën, dhe do më thonë, aktualisht prej asaj kohe që ka qenë, që ka pas këtë larmin e karakterit të ndërtimeve dhe funksionit, vazhdon edhe sot, do më thonë. Kemi të ndryshme. Kur ka qenë si moment ma më rëndësi, ma gjallë? Po kryesisht ka qenë shekullin 18-19, do më thonë atë periull, po hala vazhdon ajo atrakcioni i kësaj rruge. Edhe ka qenë i banum tanë kohën, nuk ka qenë periull thotë? Kanë qenë gjithë kohë të i banu shumë. Pas luftës fundit, do më thonë në Kosovë, do më thonë ndërtesat kryesisht kanë qenë komuniteteve të ndryshme, do thotë. Disa janë braktis, disa kanë vetë kështu, dhe gjendja ka qenë shumë e keqa. Do thonë monumentet janë trashëguar, kanë qenë në rrezik. Edhe 2018-ën, Ministria e Kulturës, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore, në bashkëpunim me institucionet lokale, qendrore, ambasadan, me komunitetin, kanë hartu, dhe më thënë është bo projekti i revitalizimit të rrugës Marin Barleti. Projekti është finalizu, dhe më thënë kanë qenë përfshira 14 ndërtesa, që është bo projekti i restaurimit, përfshirë edhe planin e menaxhimit të ndërtesave, do të shndrimin e tyre në bujtin, ose në hoteleri, ose shtëpi banimi me pjesën atë. Shtëpi private? Tani aktualisht janë shtëpit private, përveç kësaj ndërtese që është administrative. Po. Ju keni një marrëveshje me secilin pronar këtu? Jo, nuk është një marrëveshje, po do më thonë, investimi i Ministrisë ka qenë në përmirësimin e gjendjes së ndërtesave, edhe rigjenerimit ekonomik të kësaj lagje. Do thëtë krejt kanë fitu? Krejt kanë fitu, kanë përfitu, do më thonë edhe qyteti, edhe komuniteti, edhe të tjertë. Në vitin 2023 ka fillu, do më thonë, gjithë ky projekt që është hartu, do më thonë bashkëpunim me komunitetin, me institucionet, ka fillu mu realizu. Kjo ndërtesë në shekullin 18-19, më thënë, ka qenë një shtëpi. Ajo shtëpi është rënun nga pronarët atë kohë, edhe është bo kjo ndërtesë që e shojmë edhe sot. Më thënë, ka qenë një ndërtesë me karakter administrativ, të cilën pjesa e poshtme ka qenë lokalet, ku njerëzit kanë mujtë
ble dhe me shit, me i vazhdu atë produktet e tyre që i kanë pas. Ndërsa në vitet 40-50 është konfisku nga shteti dhe kjo ndërtesë ka dalë, domethënë në pronësi të administratës së atëhershme. Dhe prej asaj kohe, domethënë kjo ndërtesë është ndërtesë administrative, e cila është në pronësi të komunës, ndërsa përdoren prej institucionet dhe shoqata të ndryshme. Kur është ndërtu? Viteve, domethënë 30-ta, fillimi i shekullit 20. Edhe këto zbukurime janë origjinale? Origjinale janë, po. Në kohën kur është konfisku ndërtesa, atëre kohë të Rankovicit, ka pas shumë burgje, domethënë para burge të ndërtesat administrative, ku njerëz janë maltretu, kanë pasur dëbime të ndryshme, dënime, kështu me radhë. Kjo ndërtesë ka qenë një prej tyre, të cilën sot e kemi hala akoma burgun e poshtëm, Qelit. Edhe ka qenë ndoshta për atë kohë edhe prej... Do thotë keni bajt që burg si... E kemi atë bajt atë burgun, domethënë e kemi konservu, jemi në fazë të konservimit, planifikohet ajo hapësirë mu shëndru në muze, pasi që hala dhe akoma i kemi shkrimet e burgosurve aty, të cilët kanë gdhent emrin e tyre, vitin kur kanë qenë e kështu me radhë. Domethënë për me pas si dëshmi... 40 vjetë? 55-65 ka qenë, domethënë diku 15-20 vite ka qenë në atë kohë, edhe ne domethënë pas asaj kohe, pas viteve 70, kjo është shndruar në institucione, ka qenë administrata e ndryshme atë kohë, e kështu me radhë. Por atë pjesë të burgut, Ministria, domethënë të ardhmen e planifikon me shndru në muze që me pa edhe më ditë prej tjerëve. Këto ndërtesa këtu që janë, këto janë domethënë kryesisht këtë rezidenciale, domethënë që banohen prej njerëzve, edhe siç e shihni kjo hapësirë domethënë është shndruar tash do të shndrohet në një lokal, domethënë i gjithë projekti ka qenë me qëllimin që banorët të përfitojnë, domethënë për me pas një rjetësim të ndërtesës, jo vetëm të mbetet të restaurohet edhe të mbetet ashtu, po të rigjenerohet. Kush ka pas ide qysh me zgju çfarë ngjyre, çfarë... Ngjyrat i kemi përzgjedhur kryesisht ne me ngjyra tradicionale, edhe me ngjyra të cilat kanë pas ekzistuese. Fotograf të vjetra? Fotor të vjetra, po edhe shtresat e fasadave, domethënë i kemi hulumtu, i kemi zbuluar edhe këto ngjyrat tradicionale. Si San Francisco. Prizreni ka qenë me ngjyra, me shumë llojshmëri. Ka qenë ngjyra e kaltër, pra ajo objekti aty shihet është me ngjyrën e kaltër. Sa më shumë ngjyre, sa më shumë turistë ndërheken. Po. E kryesisht edhe vetë shëndrimi i lagjës në përmirësimi i gjendjes, domethënë fasadave dhe ngjyra, edhe ndriçimit, se kemi dhënë edhe ndriçimin në objekt. E automatikisht e ka ngrit këtë interesimin e njerëzve, turistëve. Shumë është lehtë me bën ngjyra, nuk e di pse më shumë njerëz nuk e bëjnë ngjyra, se më një herë tërheken njerëz. Po, ngjyrat. Kush janë këto burra? Këta janë punëtorët, domethënë që janë punëtorë. Kjo ndërtesë ka qenë totalisht me rënuar. Do të thotë ka mbetur, vetëm kanë qenë muret, themelet e objektit. Edhe ndërtesa është projektu dhe hartu dhe zbatu sipas gjendjes që ka pas, domethënë dikur, më hershme dhe origjinale. Për shembull, si këtë model, këtë strukturë, ka qenë model ne kishim thënë turke ose edhe prej çfarë viti, për shembull këtë shtëpi kur kanë jetuar njerëz këtu? Është kryesisht shekullin 18, domethënë na i kemi informatat prej të kohës të cilët ka ekzistuar domethënë objekti. Po, në këtë strukturë kryesisht, për shkak se vetë përdorimi i materialit edhe qëndrueshmëria, domethënë ka leju kaq me qenë e afatgjatë. Ndërsa, domethënë këto është pjesë e oborit
Është që se shini edhe këtu e kemi edhe oborin kaldërëmin, një pjesë aty mundet më pa, dhe më thonë, kjo kryesisht është origjinale. Këto muret janë origjinale të ndërtesës. Do t'jetë shtëpi ose Shtëpi me hoteliri, ashtu, po, dhe më thonë është e kombinuar, po. Mundeni me pa dhe fasadat, dhe më thonë, kryesisht janë në stilin neoklasik. Dhe thotë që e tregon periudhën e fillimit të shekullit 20. Dhe më thonë, në atë kohë... Gati se cili ndërtesit një tjetër shekull? Kryesisht mbranda kanë qenë shtëpit për banim, ndërsa kjo pjesa jashtme kanë qenë bujtina, administratë, se diçka tjetër. Në kort atje? Pjesa e mbrapme e shtëpis ka qenë më e vjetër. Po, atje familja ka jetu, oborin e kanë pas mes, edhe kjo pjesa tjetër ka qenë si hotel. Shumë interesant që dallohen pak, si pas kohës, si pas erës. Po si pas kohës, po si që mundesh me pa, dhe thot, fasadat janë të asaj periullë. Dhe më thënë, gjdo periullë e kanë marrë edhe atë stil të kohës. Kjo dhe më thënë, ka qenë rruga kryesore dhe kanë pas nevoj për mi bo ndryshime, si kur sot që shibojmë këto ndryshimet edhe ne i marim kohës cilat stile i takojnë, po kupton? E tash edhe kjo ka qenë çto fasadat që ka i shohim sot, na janë periudhës fillimit të shekullit 20. Do të thonë, kryesisht janë këto dekoret, elementet, profila për rreth dritareve, harqet e dyrëve e kështu me radhë. Këtu jemi të ndërtesa e rrugës Marin Baletit të fazës parë të cilën e kemi përfundu. Ndërtesa ka qenë e rënume në gjendjet shumë të keqe dhe komplet është para pa projekti i rindërtimit të objektit, si pas gjendjes ekzistuese, si pas organizimit të brendshëm që e ka pas me dukjen e jashtme dhe të njëjtën stil. Edhe kjo është ndërtesë kryesisht banim, edhe pjesa e poshtme është për lokal. Do të ka një pronar privat? Ka, këto janë private, dhe me thonë, në janë private. E ju keni ndihmu? Ne kemi ndihmu, dhe thotë në atë kuptimin kemi ndihmu. Ministria dhe thotë Kur po kryni dhe kur po keni krejt qëto objekte, ka mo kanë një vend ku krejt kanë me pas të shira. Po, besoj që do t'jetë një model rrugë për shumë vende që do t'jetë shembuj. Për Gjako, për Peja, për Gjilan. Ashtu, shpresojmë të finalizohet edhe me fazën e dytë të projektit. Shumë mirë, se qëto sende kanë ka shumë pasuri për Kosovë, me historinë, veç duhet me rrujt në mënyrë shumë specifike. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për këtë punë. Bravo, Po, faleminderit shumë, kemi për juve.